po mund të theme trajtojnë atë. Dhe në këtë aspekt, nëse SBA-ja do të arrit që përmes këtij lloj avancimin të marrëdhënieve mes Serbisë dhe SBA-ve ta minimizoj rrezikun që e para Serbia të ka për vendet e rajonit përkatësisht vendet fqinje, dhe e dyta që Rusia ta përdor Serbinë për ta rrezikuar gadishullin ballkanik apo në fakt edhe vetë Shtetet e Bashkimit Evropian Evropën. Prandaj mund të themi që çdo lëvizje e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe në drejtim të Serbisë është lëvizje konkrete që ka të bëjë komplet me çështjet e sigurisë, sepse SBA-ja u zhotu dhe po punon fuqishëm që të kemi një Ballkan, një Evropë të sigurt pa rreziqet që vijnë si rezultati këtyre veprimeve politike. E qartë që tha zotëri Lezi, po zotëri Murina me do në krejt ndryshe. Vesë nuk pajtuhna me ta. Me shokun tim Bedri Lezi, nuk pajtuhna për shkak se Serbia për 27 vjetë nuk po e ndryshon çështjen. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pritë që po ndryshon Serbia dhe hajde të afrojna nga të vetë. Serbia me deklaratën e fundit ministrës, ajo s'është të ndryshu. Ajo është të imponu karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian me çështjen e njëjtë, me mentalitetin e njëjtë, me synimet e njëjta. Po në anën tjetër, zotëri Murina, unë nuk mendoj se investimin e bën vitin 99 sot punon me shkatru vetë Amerika. Nuk po, në Amerikë... Kupton, nuk merë basi logjika dhe ajo çfarë po thotë zotëri Lezi. Po, Serbia nuk po ndryshon mentalitetin. Ajo për një moment... Ma mentaliteti nuk është një dritë, e cila nalët edhe dhezët. Kalojnë dekada, projekte të tilla për cilat po flasin. Tri dekada çështjen e njëjtë. Mas deklaratës ministrës, as nuk pat reagim të Vučićit, as nuk pat reagim Bashkimit Evropian. Mirë, atër për këto reagimet e kemi në lidhje direkte... Komisionit Evropian pak për të, po tha nuk është qëndrimi qeverisë. Që të kemi matë për mbrojtje. Këto reagime e kemi në lidhje direkte kolegën ton nga Serbia, zonin Ardit Behlulit, të cilën kam shumë kënaqësi ta kemi sot në emision. Zonja Behlulit, përshëndetje dhe shumë kënaqësi t'ju kemi Kosova Today. Do doja të di se cilat ishin reagimet në raport me deklaratën e thënë nga ministria në fakt Snežana Paunović, cilat ishin reagime shtetërore. Ne diskutuam për reagimin e Ivica Dačić, por nuk e dim nëse patë edhe reagime nga akter tjerë shtetëror, edhe normalisht si komentuan reagimet pastaj nga spektri ndërkombëtar. Po, pak minuta më herët kemi parë edhe një deklarim me shkrim që ka bërë vetë ministra Paunović, 24 orë pas deklaratës që kishte në një medium serb në Beograd, dhe ajo thotë që se me të nuk kanë kuptuar vrasjen e shqiptarëve, por largimin e tyre nga Kosova. Unë nuk do t'i likuidoja shqiptarët, por kushdo që nuk do të ndihej pjesë e asaj kohe e Republikës Federale të Jugosllavisë, do duhet që të largohen dhe të shkonin në shtetin e tyre home, ka thënë ministri, duke lënduar edhe për shqiptarët, edhe për maqedonët, për slovenët, për kroatët dhe bosnjakët, popujt të cilët kanë jetuar në një shtet. Deklarata është interpretuar normalisht shumë fuqishëm në opinionin publik edhe brenda teritorit të Serbisë, disa e shohin si një si pjesë opinion, si përpjekje e partisë të cilës ajo i takon partisë Ivica Dačićit në një mënyrë për të mobilizuar elektoratin për zgjedhje, veçanërisht votuesit në Serbi, të cilët edhe më tutje e konsiderojnë Kosovën si një prioritet politik. Një pjesë e opozitës serbe dhe organizatave të shoqërisë civile që veprojnë brenda Serbisë kanë kërkuar urgjentisht dorëheqjen e ministres ose distancimin e saj nga deklarata publike që kishte kërshi shqiptarëve, sepse ajo duhet akuzohet për gjuhë të urrëties ndaj shqiptarëve. Ministria në deklaratën publike të publikuar me shkrim tregon edhe një herë se ajo refuzon që tërhiqet nga pozicioni i saj të ministre, refuzon që tërhiqet nga deklarata e saj dhe thotë se unë nuk do të heq dorë nga politika edhe e partisë që përfaqësoj. Pak minuta më herët derisa po flasim, patëm edhe një reagim zyrtarëve të kryetarës kuvendit të Serbisë Ana Brnabić, i cila thotë se Serbia është e përkushtuar në dialogut dhe pajtimit dhe se deklarata e ministres Paunović nuk përfaqëson politikën zyrtare.
Brnabić thot se si kryetare e kuvendit e ndjen të nevojshme që të reagojnë ndaj deklaratave të